Sot 9 vjet pas 5 nëntorit të 2016. Pyetja mbetet e njëjtë. Çfarë ndodhi me Asidarit në qelitë e shtetit? Dikur, si opozit, Albin Kurti dhe vetë vendosje premtuan kur të vim ne në pushtet, e vërteta të zbardhët, prindërve do t'u qetësohet zemra. Sot, kur janë në pushtet, e vërteta po vazhdon të mungoj. Versioni i parë zyrtar tha vetvrasje. Ekspertiza zvistrane ndërkohë kërkoi rehetim dhe hodhi poshtë këtë hipotezë si të vetme. U duk sikur drejtësia po afrohej, por pastaj ndodhi e papranueshmja. Mostrat u zhduken nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, po ashtu ras zjarri, po të njëjtin institut. Dhe sërish arsyetimi. Ky nuk është thjesht dështim teknik, është dështim politik dhe moral i pushtetit që e bëri këtë rast flamur kur i duhej, por sot nuk jep epilog. Drejtësia matet me akte dhe afate, jo me statuse e konferenca e përkujtime thjesht në rrjetet sociale. Prandaj me të drejtë duhet të kërkohet që tani, super ekspertizë e pavarur dhe ndërkombëtare, me afat publik për rezultatet. Sigurisht, auditimi plot i zinxhirit të provave dhe përgjegjësi penale për çdo shkelje. Raportim tërmujor nga prokuroria derisa të ketë akt akuz ose arsyetim formal të mbylljes së hetimeve. Pa këta hapa, çdo kuror lulesh, çdo përkujtim mbi varrën e Asridit është marketing politik. Mos e ktheni Asridin në slogan. Jepni drejtësi për familje, por edhe për shoqëri. Tani o kur.